Mirëditë të gjithëve dhe mirë se vini në magazinën informative të së shtunës në Klan Kosova. Unë jam Besnik Tahiri dhe bashkë me gati 60 minuta do t'jemi me aktualitetet kryesore, sidomos në Republikën e Kosovës, dhe do të flasim në fillim për vizitën që ja ka bërë Kalludrës së Vogël, kryeministrin e detyrë Albin Kurti, një deklaratë të cilit e ndjekim qysh në fillim. Duhet t'i presim analizat e ADN-s, por me shumë gjas bëhet fjalë për shqiptarët të njohur si grupi intelektualve, 23 shtosh, të cilët me 19 prill, para 27 vjetëve, u ndaluan, u rrëmbyen dhe u pushkatuan nga forcat armike të Serbisë, të cilët nuk u mjaftuan me këtë krim mizor, por u orëvatën që t'i zhdukin gjurmët e krimit të tyre, dhe andaj në këtë vend në të cilën ju po e shihni se drejt tek varreza masive nuk arrihet dot me vetur, ta varrosin të vërtetën e tyre si ekzekutor të një projekti gjenocidal që synon të shfarosjen e shqiptarëve. Tash do të vazhdojnë këto gërmime edhe shumë javë, ndoshta edhe shumë muaj, me qenë se eshtrat e gjetura janë të shpërndara dhe janë buzë një proj i cili me shumë gjas në stinën e pranverës është një pruaj fuqishëm dhe në këtë mënyrë trupat edhe nëse janë varrosur në të njëjtin vend mund të mos jenë aty.